A bon për shembull çdo kerr me bu stage nish? Në radhë por, duhet me di që stage nishin nuk ka efekt në çdo kerr. Për shembull, te motorat atmosferik që nuk punojnë me shtypje të ajrit, nuk ki asça modifikon. Mund pak me punësu ofërën, kohën e ndezjes, edhe me hek kufizues elektrik. Që do me thonë mrini efekt prej 2 deri në 6% që nashta as nuk e vren. Por marrë ki kur gjons janë. Te motori me kompresor, kemi pro shtypje të ajrit, edhe mund me modifiku senet e njejta, plus ja rrit shtypjen e ajrit pak, që do me thonë mrin dikon 10 deri 20% efekt. E te motorat me turbo ja vlen edhe preferohet mas shumë dy për stage nish, se teknologjia e motora me turbo mundson ma shumë hapësirë për modifikim, se shtypja e ajrit në këtë rast nuk është në vart ose kufizume prej rrotullimit të motorit qysh e kemi të kompresori, por rrotullohet prej gazrave ku mundson një shtypje më të madhe. Po tash është me rëndësi me di që stage nishi bëhet veç nëse e ki motorin edhe pjesë në gjendje të mirë, se për ndryshe nuk preferohet. Nuk preferohet as me bo stage nishi në për trafika, se kjo punë nuk është copy-paste mapin, po do të me bo individualisht për motor. E për që ata mund edhe me qik të mëci, se ja se ki pos kerën gjendje të mirë, ja është mapi i keq, ja e vozit kerën tash si trend edhe vjen të tëmtime. Po rol të madh lujnë edhe kilometra. Ka pionera që as nuk e ofrojnë shërbimin nëse e ki kerën për mi 100.000 kilometra, po ka do që e bojnë edhe me 200.000 edhe s'kan pas kur problem. Po një sen do të me di që kerë sa ma shumë kilometra ka, qaq ma shumë jam konsumum pjesë edhe motori. Kështu që nëse je marakli edhe e ki kerën gjendje të mirë, ta kisha preferu këtë eksperiencë me stage nish. Edhe unë e pata po me 140.000 kilometra e deri kër e kum shit me 210.000 kur problem s'kum pas. Po që si e sigur për gjendjen e kerët edhe don me pas kryt rahat, ma mirë mos e bo. Shkru në komente tash a me bo edhe për stage 203, a me lo me që kaq. Piace.